Këtu e kemi edhe një pajisje tjetër, me këtë pajisje bëhet ekzaminimi i fushës së pamjes. Okej. Pacienti edhe një njeri përveç pamjes së drejtë qendrore ka edhe pamjen ansore apo periferike, Po. dhe me këtë pajisje mund të verifikohet kjo pamje ansore. Sikur telefonat i mençur që ta qesin edhe ona shkret. A shohim edhe na ashtu? Ama pak. Mund të krahasohet me te, por kjo është shumë e rëndësishme te disa sëmundje tjera. Për shembull te sëmundja e tensionit syrit. Okej. Sëmundja e tensionit syrit, dëmtimin e pamjes e fillon nga pjesa periferike. Prandaj shumë e rëndësishme që të përcaktohet sa është dëmtimi i fushës së pamjes. Natyrisht me pajisje tjera atje mund të masim edhe ta diagnostikojmë edhe gjendjen e nervit optik, aty kur e patëm të një pajisje tjetër, por natyrisht kjo është pjesë përbërëse. Përveç të tensioni i syve, shumë e rëndësi dhe të sëmundjet neurologjike, pasi nervi i syrit udhton nga syri gjerë në pjesën e trurit të vogël, kalon nëpër krejt pjesën e trurit, dhe të shumë çrregullime aty mund të diagnostikojmë dhe ta shohim ne së pari nëse ka ndonjë çrregullim, pasi manifestohet në rezultatet e fushës vizive. Kjo ka rezatim? Edhe kjo nuk ka rezatim. As kjo nuk ka rezatim, se ka një depërtim të thellë pas ka deri tek... Jo, me kjo bazohet puna e saj në një princip tjetër. Këto është një pajisje ku pacienti e vendos mjekrën dhe pastaj lajmërohen disa pika në pjesë të ndryshme dhe pacienti kur i shef ato e ka një buton me të cilën duhet ta shtyp. Domethënë është një pajisje edhe objektive, por edhe subjektive. Pasi mbaret edhe nga bashkëpunimi i pacientit. Mirë, po natyrisht kjo pajisje pastaj jep edhe rezultatin dhe na sugjeron nëse kemi patur rezultate falsë pozitive, falsë negative. Mirë, po të gjitha këto ekzaminime nuk janë të ndara nga kontrolla e pacientit. Një kontroll e mirë e një pacientit fillon prej atje të fillimit, nga ekzaminimi nga ana e mjekut, nga ekzaminimi i fundit syrit, pastaj mjeku i kërkon këto ekzaminime dhe të gjitha këto e plotësojnë njëra tjetrën.